kam një moment në Kosovë që unë kam qenë duke vdek në një ndeshje aksident në shtator 99-ës. Te kryqëzimi i Raushikit. Dëshmitari i rastishëm i asaj ndeshje dhe i faktit që isha gati duke humbur jetën ka qenë Ali Ahmeti, që kalonte shkonte prej Deçani në Pej. Kam qenë vetur me Agron Gashi, një publicist gazetar të njohur sot, poet e shkrimtar në Kosovë, shoku imi. Edhe kemi qenë duke shku për Gjakov, ka qenë prezantimi Xhevair Spahiut, i poetit që së kishte ardhur. Jam ndesh edhe vetura është ndarë në dy pjesë. Dëshmitari i rastishëm i asaj ndeshje dhe i faktit që isha gati duke humbur jetën ka qenë Ali Ahmeti, që kalonte shkonte prej Deçani në Pej. Seriozisht? Dhe kam kaluar, le të themi, gati 1 muaj, 2 muaj me alçi, me fasho, kështu, po që isha i ri dhe u ringjalla shpejt, domethënë, fati që u ktheva në jetë. Edhe ka qenë vetura një miku tim, cili ma kishte dhënë vetëm për atë punë nga Peja, i Bashkim Nikçit. Edhe e kujtoj sa herë bashkimi që tha shoqyr që shpëtove ti, tha se kerrët veturët i bëjmë ta. I bëjmë shumë edhe. Dhe fatkeqësisht pak kohë më vonë në një ndeshje automobilistike ai ka humbur nënën dhe nipin. Edhe jeta kthehet, domethënë, nëse na dëgjon edhe nëse na shef, përshëndes bashkimin kudo që të jetë. Kështu që s'kam në jetë, kjo është jeta e rëndësishme, është ta shijosh. Po, pikërisht në këto momente. E vetëm gjë që di të them është borxhi unë kam vetëm familjes time, as kujt tjetër. Okej. Kjo me vend. Nganjëherë unë them çdo herë që kur na ndodhin diçush momente të vështira në jetë, ose tilla siç është për shembull edhe aksidenti ose çka do tjetër, kur shpëtojmë, atëherë ja dim vlerën më shumë jetës se se di. Se e vlerësoj më shumë pastaj. Kam pas një ngjarje unë në 99-ën, këtu në kufirin Kosovë Shqipëri. Po. Me 2 njerëz cilët nuk jetojnë më, ishin ato bandat e famshme të Shqipërisë atëherë, që ju quhet rebelat e Shqipërisë. Dhe unë kam qenë me 2 gazetarë të huaj dhe më ka kaluar një plumb këtu, e kam akoma shenjë këtu. Dhe kam qenë me Pietro Veronese, gazetari Gazetës La Repubblica, dhe me Francesco Zizola, që ishte fotoreporter, 2 herë fituesi i World Pressit, shumë i famshëm. Dhe njëri që s'kishte pirë cigare gjithë jetën ka pirë cigare për gati 30 ditë nga stresi, dhe tjetri që pinte 3 pakete cigare në ditë, për gati 10 ditë s'ka pirë asnjë cigare.